Një takim i njëkohshëm apo i njëpasnjëshëm në shtëpinë e bardhë midis presidentit Donald Trump, presidentit Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu është një nga lëvizjet më dramatike gjeopolitike të dekadës. Për herë të parë, udhëheci i fuqisë më të madhe botërore mbledh në të njëjtën ditë liderët të dy shteteve që ndodhen në qendër të dy vatrave më të nxehta të luftës në Rusi, Evropës lindore dhe lindjes së mesme. Për të dhënë përgjigje se çfarë shihet pas këtij takimi, a është riorganizim i fronteve ushtarake apo prezantimi i planit të paqes me koncesione, duhet të analizojnë të dyja skenaret që këshilltohen në këtë prapaskim diplomatike. Boshti i lidhjes. Pse këto dy lufta nuk janë më të ndara? Analiza ushtarake dhe inteligjencës tregon se lufta në Ukrainë dhe konflikti në lindjen e mesme janë kthyer në një front të vetëm gjeopolitik. Aleanca Rusi-Iran, siç u konfirmua së fundmi nga inteligjenca e Kievit, Rusia po i kalon të dhënat të vëzhgimit satelitor Iranit për të shënjestruar baza të SBA-s dhe Izraelit në Gjë, ndërsa Irani vazhdon të furnizojë Rusinë me dronë dhe pajisje ushtarake përmes detit Kaspi. Teknologjia e re. Shkëmbimi i teknologjive po detyron Washingtonin që të sinkronizojë mbrojtjen e aleatëve të vet. Për këtë arsye, Trump nuk mund të zgjidhë njërin vatër pa kontrolluar tjetër. Skenari A. Riorganizimi i fronteve dhe konsultimeve të ngushta. Nëse takimi përqendrohet te organizimi i fronteve, Trump ka 6 objektiva kryesor me të dy liderët. Për Zelensky, Shtëpia e bardhë do të kërkojë të di saktësisht se deri ku mund të shkojë aftësia goditëse e Ukrainës me teknologjitë e reja dhe dronet me rrezet e gjatë, pa e çuar NATO në një përplasje direkte me Rusi. Në një kohë kur SBA-ja po përdor resurse të mëdha detare te bllokada kundër Iranit në Gjirën e Omanit e Detin Arab. Për Netanyahu, Trump pritet t'i kërkojë llogari për hapat e ardhshëm kundër Teheranit. Pas vendimit të SBA-s për të shitur avionet F-35 Turqisë dhe kërkesës së CENTCOM për operacionin Epic Fury, Trump do të kërkojë që Izraeli të bashkëpunojë çdo goditje me Washington për të mos minuar bisedimet diplomatike që po tenton të hapë me Iran. Formatizimi i takimit sugjeron se Trumpi mund të prezantojë të dy liderëve diktatin e pazarit të madh, ku secili do të kërkohet koncesione të dhimbshme por të domosdoshme. Çfarë pritet t'i prezantohet Zelensky? Trump ka gjasa t'i shtojë në tryezë Zelensky kornizën e një anëpushimi të ngrirë. Ngrirja e vijës së frontit, pranimi i kontrollit de facto rus mbi territoret e pushtuara në shkëmbim të ndërprerjes së luftimeve. Përpunimi një pakete afatgjate ushtarake perëndimore në vend të antarësimit të menjëhershëm në NATO. Kushti? Nëse Ukraina nuk pranon kornizën e negociatave, Washingtoni mund të kushtozojë ose ngadalësoj ritmin e ndihmave ushtarake e financiare. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Çfarë pritet t'i prezantohet Netanyahu? Edhe pse Netanyahu gëzon mbështetje nga SBA-ja, Trump do të vendosë kufi të qartë. Hapësirë për diplomacinë me Iranin. Trump dëshiron t'u jap hapësirë bisedimeve SBA-Iran përpara se të autorizojë përdorimin e forcës ushtarake madhore nga CENTCOM. Pranimi i ekuilibrit rajonal. Netanyahu do t'i bëhet e qartë se SBA-ja do të vazhdojë armatosin e aleatëve strategjik me NATO, si Turqia me F-35, për të ruajtur stabilitetin, pavarësisht vetove të Tel Avivit. Plani për gazën dhe rajon. Detyrimi i Izraelit për të pranuar një mekanizëm të përfundimit të luftimeve dhe stabilizimit rajonal me pjesëmarrjen e vendeve të Gjirë. Takimi i sotëm nuk do të jetë thjesht një seancë konsultimesh ushtarake. Ai do të jetë një provë force e diplomacisë transaksionale të Donald Trump. Ajo që pritet të ndodhë pas dyerve të mbyllura është se Trump do t'ju bëjë me dije të dy udhëheqësve se koha e Sheikut të hapur dhe luftrave pa afat ka përfunduar.
Washingtoni po synon të diktoj kushtet të përfundimit ose menaxhimit të dyja krizave simultanisht, duke u kërkuar të dy aleatëve koncesione politike në shkëmbim të garancive të mbrojtjes amerikane. Disney Storm për të kuptuar çdo sekret që ndodh brenda zyrës ovale.